dy funde të kësaj historisë. Ka fund që bëhet publik dhe ju duheni dhe s'bën kaq shumë plane me veten, se çfarë do ndodh më vonë, se nuk i dihet asnjëherë çfarë do ndodh. Se po ti dinim ne se çfarë do ndodhte, do ishim të mbifuqishëm. Kështu që ky është plani i parë, po ky është plani i realisht i asaj që është dashuria në fund të ditës. Është dhe plani tjetër pastaj që kjo gjëja që ju keni dhe është një plan i ezaruar në shumë histori të tilla, ky prishet vet. Që do thotë, ti e çon marrëdhënien atë pikë që ai të lidhet me tjetër, ose ti dashuron një tjetër dhe kalon, bëhet një ndarje ndoshta dramatike, ndoshta jo, por unë nuk besoj shumë personalisht e një marrëdhënie e gjatë dhe e fshet për jetë. Sepse në një moment kjo marrëdhënie e gjatë dhe e fshet mund të bëhet tradhti e jotja në një marrëdhënie tjetër. Më kupton?